Një pacient, ta zëm, unë çfarë simptoma duna me pas, doktor Bujar, që ta konsideroj veten që shpëtimi jam është psikiatri? Që ato që nuk i pranon psikolog. Janë pak në nivellet më të lartë, të psikiatrit. Tash ne kemi shumë patologji, mbi 400 smundje psikiatrike ose çrregullime psikiatrike. Janë smundjet kronike, smundjet e rënda psikiatrike me të cilat do të thotë psikologu më shumë vyn në psikologu institucional ku bën terapi mbështetëse sesa medikamentoze. Ku kemi një gamë të gjerë të atyre smundjeve, ku hynë çrregullimet e paranojës, skizofrenia, bipolariteti e kretë këto. Dhe mandej kur vim në depresionet, depresioni shkallës mesme edhe të rëndë, ai duhet të trajtohet me ilaçe. Mirë po, edhe mrapa nëse ka dhe psikoterapin, psikologun, do të ndihmonte edhe më shumë. Po të gjitha këto ne që po i flasim, do të thonë duhet ta dimë edhe buxhetin e pacientit i cili prezantohet tek ne. Se aty është një prej roleve kyçe. Do thotë sa ai mundësinë ka, mundos që dikush për probleme financiare ka rënë në depresion. Është shumë i stresuar për shkak të ngecjes të biznesit ose diçka tjetër. Do të thotë kështu që nga një herë është e mjaftueshme te psikologu, nga një herë është i mjaftueshëm vetëm te psikiatri. Por ka raste kur duhen të dy palët. Ka në një pjesë shumë të madhe. Mirë, po te psikiatri gjithmonë janë në simptomatologji pak më e rënduar, për shkak se duhet përshtatur mirë ilaçet me të cilat duhet pacienti, klienti të reagoj, dhe në momentin e stabilizimit të tij, që i merr disa javë, atëherë ne mund ta referojmë në psikoterapi. Për ndryshe, do të thotë në momentet e konfuzitetit, në momentet e mërzisë së madhe, të depresionit, kur njeriu s'ka vullnet për kur gjë, s'ka dëshira, i humbet çdo shpresë, nuk ndihmon terapia e fjalës aty. Për shkak se vetvetiu janë të izoluar dhe kanë një zbrasti emocionale me të cilën, domethënë, shumë është e vështirë me inkuraju dhe me punu me ta. Për atë arsye do të thotë këtu hyn terapia ilaçet dhe ilaçet japin sukses. Domethënë kjo nuk diskutohet.